Le të nisim bashkë një udhëtim të jashtëzakonshëm pas në kohë, thellë, në një botë të fshehur nën ujërat dhe tokën e Shqipërisë për të zbuluar sekretet të një qytetërimi të lashtë por tepër mahnitës. Imagjinoni pak një vend ku koha duket se ka ngrirë. Pikërisht këtu, në fushën pjellore të Maliqit, shtrihet një mister që ka pritur mijëvjeçar të tërë për t'u treguar. Një histori e gëdhendur jo në gur, por në dru dhe balt. Pra, cili është ky sekret i madh? E po, nuk bëhet fjalë për ndonjë kështjell apo tempull madhështor, por për diçka edhe më të rrallë, më befasuese. Një qytet i tërë i ndërtuar drejt për drejt mbi ujë. Për të hyrë në këtë botë, duhet kuptojmë një fjalë kyçe, palafit. Çfarë do të thotë? Imagjinoni shtëpi që nuk janë ndërtuar mbi tokë të fortë, por mbi platforma druri gjigante të cilat qëndronin mbi shtylla të ngulura fell në shtratin e liçenit. Kjo ishte një arritje e pabesueshme inxhinierike për kohën. Po, pikërisht, ajo që sot është fusha pjellore e Maliqit, dikur ka qenë një liçen i gjerë. Dhe banorët e lashtë morën një vendim të pabesueshëm. Në vend që të jetonin rreth ujit, ata zgjodhen të jetonin mbi të, duke ndërtuar fshatin e tyre pezull mbi sipërfaqe. Dhe tani, mbajuni fort. Po flasim për një kohë të paimagjinueshme. 6000 vjet më parë. Për ta vënë në perspektivë, kjo është mijëra vjet para se të ndërtoheshin piramidat e Egjiptit, para se Roma të ishte qoftë edhe një ide. Një dëshmi e jashtëzakonshme e lashtësisë, pikërisht këtu, në zemër të Ballkanit. Pra, ku vendoset kjo histori në linjën e kohës? Gjithçka fillon në Neolitik, pra në epokën e fundit të gurit, dhe nuk ndalet aty. Ky vendbanim vazhdon të lulëzoj fort edhe gjatë epokës e hershme të bronzit. Ajo që ne shohim sot është vetëm një copës e kësaj historie madhështore. Okej, por le të bëhemi pak më konkret. Si ishte jeta e përditshme në këtë fshat mbi ujë? Çfarë bënin këta njerëz nga mëngjesi në darkë për të mbijetuar dhe për të lulëzuar në një mjedis kaq sfidues? Shtëpit ishin një mrekulli e vogël inxhinierike, të thurura me dru dhe kallama, gjithçka që natyra u ofronte me bollëk. Dhe nuk ishin thjesht shtëpi të izoluara, por formonin një rrjet të tërë, një komunitet i vërtet që praktikisht lundronte. Ata ishin mjeshtra të mbjetesës, merreshin me bujqësi dhe blegtori, por ishin edhe peshkatarë gjuetar të jashtëzakonshëm. Kishin krijuar një ekosistem të plotë që u siguronte gjithçka që u nevojitej, nga ushqimi te materialet për veglat e punës. Dhe këtu bëhet akoma më interesante. Gjetjet na tregojnë një histori evolucioni teknologjik në kohë rekord. Nisin me vegla të thjeshta guri, pastaj kalojnë tek ato prej kocke, që ishin më të specializuara, dhe në fund bëjnë hapin gjigant drejt bronzit. Ky nuk ishte thjesht një ndryshim, ishte një revolucion i vërtet kulturor. Mirë, e kuptuam që ishte një vend unik, por pse arkeologët dhe historianët entuziazmohen kaq shumë për Maliqin? Cila është rëndësia e tij e vërtet për te historisë lokale? Përgjigjja qëndron në një fakt thelbësor që kanë zbuluar gërmimet. Maliqi nuk ishte thjesht një vendbanim kalimtar. Jo, përkundërzi. Ka qenë i banuar për shekuj me radhë në periudha të ndryshme, shka tregon për një kulturë jashtëzakonisht të qëndrueshme dhe të adaptueshme. Dhe pikërisht kjo vazhdimsi e bën Maliqin një nga djepet e qytetërimit, jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë Ballkanin. Këtu, në këtë vend, u hodhën farat e para të shoqërive komplekse që do të vinin më pas. Në fakt, rëndësia është kaq e madhe sa arkeologjia i ka dhënë një emër të veçantë, kultura e Maliqit. Dhe duhet ta kuptojmë, ky nuk është thjesht një emër për një fshat, është njohja e një qytetërimi të tërë që ndryshon mënyrën se si ne e shohim prehistorinë e Evropës juglindore. Maliqi është bërë një pikë referimi globale. Pra, teksa i bashkojmë të gjitha këto pjesë të enigmës, çfarë na mbetet sot nga kjo botë e zhdukur? Cila është trashëgimia e përjetshme e Maliqit? Mendoni pak, çdo objekt i gjetur atje, qof një vegël e thjesht, një copë qeramike apo një shtyllë druri e ruajtur nga koha, është si një faqe nga një ditar i humbur. Na jep një mundësi të rrallë, një dritare të paçmueshme për të parë drejt në sy jetën e paraardhësve tan. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, ndoshta më të rëndësishmen. Teksa shohim se si këta njerëz u përshtatën, inovuan dhe ndërtuar një komunitet kaq të fortë, çfarë mund të na mësojnë gjurmët e tyre për sfidat dhe të ardhmen tonë? Sepse historia e Maliqit në fund fundit nuk ka mbaruar streguari.